Përshëndetje miq të dashur. Si çdo të shtunë, ne jemi së bashku. Këtë javë kemi të ftuar disa fëmijë që janë shumë të fortë. Unë gjithmonë mburen si jam shumë gango, por jo, këta janë shumë të fortë. O Pumbi, sikur ishte Jonida këtu të na shikonte që unë kam marrë rip të zi. Edhe unë. Një përshëndetje ju vjen edhe nga unë Pumbi. Pak nga pak, po I themi mirupafshim dhe muajt shkurt. Mezi pres të vi pranvera, gjithë bota ndryshon. Sot, siç e tha dhe Pimbi, kemi disa fëmijë të cilët kanë qef artet marciale. Për më shumë, le t'i njohim. Jani kalamaja. Uaj, Nea, ta mo Pimbi të kujtohet. Po, s'ku na ka ardhur me një qemane të madhe. E ka emrin violonçel ajo. Violonçel. O, Nea, ku e ke violonçelin? Unë sot kam ardhur me material artist. O, sa bukur. O, sa super. Të lumtë, mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje. Si të quajnë? Unë quhem Brajla. Brajla sa emri veçantë. Po, me të vërtetë. Sa sy ka të bukura që ka, do më japësh një xhiro mua. Më lutem. Po, Faleminderit. Brajla, ty çfarë të pëlqen të bësh në kohën e lirë? mua më pëlqen të vizatoj. U sa bukur, Do më bësh mua, mua. Jo, ty mua. Të dy vetë t'ju bëj. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje. Si të quajnë? Mua më quajnë Dan. O Dean, pa më thuaj të lutem ato që çdo të thuan ato germat që kja tjetë e bluza. ITF do të thotë Federata Internacionale e Taekwondos. Sa bukur. Do mësosh dhe mua pasaj të bëhemi fort. Po. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim. Ç'kemi bukuroshe? S'kemi. Më thuaj një buzë që ishe të bukur. Më thuaj si e ke emrin. Mej. Mej. Ta gëzosh. Wow, si Vanessa Mej me violin. Po më thuaj çfarë të pëlqen ty? Mua më pëlqen të ngjyros. Sa bukur. bukur. Mej, në çfarë klasë shkon ti? Unë kur të jem 7 do shkoj në klasë të parë. Sa jeni bukur, jeni kopës akoma. Bukur. Po, Mirupafshim, Mej. Të kënaqemi sot, mirupafshim. pafshim. Ç'kemi? Më thuaj emrin. Alp. Alp, Sa emri veçantë. me B apo me P? Me P. Me P, si Alpet, e Zvicrës, të mëdhaja. Sa sy s'ka të bukura që ke. Më thuaj, çfarë grade ke ti? Të bardh. Të parën, sa kohë ke që pen kështu viu. 7 muaj. 7 muaj. sa mirë. Suksese. Pa më thuaj edhe një herë, çfarë të pëlqen ty më shumë të bësh? Përveç kësaj, Të luaj me çfarë? basketball. Basketball. Do luaj pastaj kur mbaroj Po emisionin. lojtari i preferuar në basketball cili është? Çfarë? Lojtari i preferuar. Nuk I di. A vetëm e ndik kështu si sport se e ke qef? Është Pimbi, Okej. është Pimbi. Mirupafshim. Mirupafshim. Bye. Si ke emrin bukuroshe? Nelifer. Ua sa emri Sa emri veçantë. veçantë. Nelifer, çfarë të pëlqen ty? Ndonjë lëndë, ndonjë aktivitet tjetër. Përveç taekwondo-s. Të pëlqen të vizatosh? Po, Sa bukur. Po sa bukur, do ma bësh një vizatim mua. Po vetëm mua. Më thuaj sa kohë ke që merresh me këtë sport? Ke shumë kohë që merresh? 2 muaj. Sa mirë. Sa mirë, shumë Suksese, mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje, unë jam Pumbi. O Pumbi, këquni e pas ka me 2 ngjyra ripin. Më thuaj si të quajnë ty? Dael. Dael, Çfarë grade je? Jam grado gjysmë I verdh. Gjysmë verdhë. Sa bukur. Suksese. Sa gjundi ti? 3. 3. Mi thuaj pak. Frëngjisht, anglisht dhe pak kinesisht. Wow! Pa sa më thuaj si i gjuar thonë Pimbit qenë. në kinesë. Emri është njësoj në çdo gjuhë. Jo, në kinesë i thonë ciu. Mirupafshim. Mirupafshim. Me pas që më ka sjellë mjalë të kjo vajza. Po ja ta pyesim. I ke sjell mjalt Pimbit? Ja. Jo, sa mi ta ka bërë. Më thuaj si të quajnë? Amara. Amaro, mi jep të kapshoj një herë. Mi jep të kapshoj pak. E po Nuk nuk të je- ka sjell gjë për të ngrënë o Pimbi. Apo tha Amareta. Jo, nuk tha ashtu, tha emrin Amara, shko sa emër të veçantë Amara. ka. U kujtova se më dha Amareta. Amara, me ripin e bardhë besoj se dhe ti je fillestare. Po sa koke?
Një vit. Një vit, o sa Sa shumë. mirë. Do mësosh dhe mua të bëj kështu, viu. Jo, mos e mëso, mos e mëso. Dhe mësoj. Ju, faleminderit. Mirupafshi. Mirëpafshim. Pafsh. Përshëndetje. Si ke emrin? Dion. Dion. Ta gëzosh. Dion, po ty çfarë të pëlqen? E pëlqen dhe luaj futboll. Futboll. Ua, po lojtari yt i preferuar cili është në futboll? Neymar. Do luajm pasaj kur marrim emisioni futboll. Po. Po pak më vonë se kemi dhe basketboll, po pasaj futboll. Po tjetër gjë çfarë të pëlqen ty? Ndonjë lëndë mësimore. Po më pëlqen dhe më thoj. Të lumtë, mirupafshi. Bravo, mirëpafshim. Mirë përshëndetje për të gjithë ju miqtë e vegjël që po na shihni nga ekrani i RTS Korçës edhe këtë të shtunë të muajit shkurt. Na ndan ndoshta edhe një javë nga fundi i muajit shkurt dhe më në fund do të kalojmë në stinën e pranverës. Mezi po e prisim pranverën apo jo? Sa mirë. Ju uroj mirëseardhjen të gjithë fëmijëve të cilët po i shihni në këtë studio sot. Janë të gjithë të veshur me të njëjtën uniformë. Dhe Jonida, nuk na pe dhe ne që kemi. Po, prit se do bëja një prezantim të këtyre, pastaj do të mburi aty, prit një sekondë, kësaj radhe do të mbur, nuk do të shaj. Prit tani, të lutem. Unë dua t'ju uroj mirëseardhjen të gjithë fëmijëve të Akademisë së Arteve Marciale në Korçë me instruktor zotin Dorian Potka. Japim ju duratokitje profesorit. Dhe më me fëmijë të fortë, se ka qenë studioja ime sot, por edhe javën tjetër, sepse një pjesë e fëmijëve do të vinë javën tjetër, nuk ka qenë asnjëherë. Por të gjithë i kemi me ripin e bardhë, të verdh me të bardhë, me rip të kuq me blu disa, por askush nuk ka ardhur me ripin e zi, siç është kemi ripin e Pumbi. Japim një duratokitje atyre të dyve. Faleminderit. Jemi më të fortët. Por keni parasysh një gjë fëmijë, mos u gënjeni nga ripi i tij i zi, se ai bleu para se të vinte këtu në emision. Nuk e kam medituar për të fortë, ai ti të bëj vetëm kollotumba maleve, Bëj se mami tun. të bëj karate kështu si ju, nuk ka shans në botë. Pimbi dhe Pumbi din vetëm të hanë mjalt. Apo Se jo? mami tun dhe Iran mami këta. Iran mami, në rregull. Ju uroj mirëseardhje dhe unë teat të gjithë dhe të dashur teleshikues. Është bukur të sheh fëmijët të cilët e duan sportin si volejbolli, basketbolli, tenisi, futbolli dhe sportet të tjera që ne i njohim. Por ja ku janë këta fëmijë të cilët mësojnë sportet e bukura marciale. Atëherë, Pimbi dhe Pumbi, përpara se ne të nisim, keni ndonjë pyetje për fëmijët ju? Kemi shumë pyetje, Shumë Atë bëj unë një. O fëmi, pa më thoni kush di nga ju të na shpjegojë ngjyrat e ripave. Po, Deani, ja japi mikrofonin Deanit dhe Neas, me qënë se kanë ripin ndoshta me gradën më të lartë këtu, dhe më pas është Brajla me të fuqe. Çfarë do të thotë ngjyrë e bardhë? E bardhë. Po, vazhdo, shpirt, vazhdo. E bardha është brezi fillestar edhe shumë sportistë fillestar që sa po futen në taekwondo e kanë në këtë brez. Po pastaj çfarë do të thonë ngjyra e verdhë? Ngjyra e verdhë tregon që një bimë fillon të rritet dhe shkon drejt diellit. Po brezyt, ajo që ke ti? Brezi tim është gjysëm dhe për pak bëhet brezi kuq dhe brezi kuq tregon rrezikun. Ja japim pak Brajlës që ka brezin e kuq. Brajla, sa vite ke ti shpirt atje në taekwondo? Unë në taekwondo kam 5 vite. Përse të pëlqen ky sport? Shohim drejt e kamera shpirt. Përse të pëlqen ky sport? Mua ky sport më pëlqen sepse më pëlqen. Sepse të pëlqen. Sepse të pëlqen. Brajla, në çfarë klase je ti? Unë jam në klasën e 2. Në klasën e 2 të lumt. Po shokët dhe shoqet kur të shohin ty që bën kështu arte marciale të kanë frikë apo të kanë shoqe shumë? Më kanë shoqe. Sa bukur. Pimbi Pumbi, më tregoni pak, dini ndonjë histori ju se ku janë zhvilluar artet marciale për herë të parë? Dhe ku e kanë origjinën artet marciale? Po, unë kam pak informacion. Pa ma thuaj pak Pumbi. Atyre artet marciale janë zhvilluar 20 shekuj më parë në Korenë e Jugut. Sa shumë. Tjetër? Po, Kaq, nuk di. Ju të tjerët dini të më thoni diçka për artet Për marciale? sportin tuaj.
Jo. Mirë, ja japim pak mikrofonin Eneas, vazhdoj me radhë me të gjithë fëmijët. Enea, ripi jot është blu me të kuqe. E tham që është një grad pak me lartë se sa ripi i bardh me të verdh dhe më poshtë se sa ripi i kuq. Enea ka ardhur dhe herë të tjera në këtë emision, por ka ardhur me violonçel. Me nxënësit e shkollës së muzikës. Çfarë radhe? Po. Enea, ç'ne kjo zgjedhje? Se kam shumë diferencë nga njëra tjetra, janë shumë ndryshe. Enea, sporti dhe pasioni për violonçelin. Kush të pëlqen më shumë nga të dyja, Enea? Mua nga dyja më pëlqejnë taekwondoja. Taekwondo. Po pse? Në një gojë. Sepse është për vend mbrojtje dhe ta mban trupin në formë. Keni ndonjë rregull ju për të mbajtur trupin në formë? Që bazohet tek ushqimi ose Po. tek një disiplinë e fortë. Çfarë ju mëson profesor Doriani atje? Ne na mëson që të vembrojemi dhe që ta mbajmë trupin në formë. Për shembull, çfarë hati për të mbajtur trupin në formë? Çfarë ushqime? Sallat, po të thot shoqja. Do një kështu pilaf, Po. fasole Po, sepse kanë Po, kanë ekur. Kanë ekur, po. dhe kaq. Dhe kaq në rregull. Ushqime? Pas. Dhe mjalt, dhe mjalt. Edhe më pas Enea duket dhe nga trupi që më pas kemi pica, hamburger, kur na Po. pëlqen apo jo Enea? dhe në dark kemi kos. Enea, edhe diçka tjetër më thuaj të lutem. Shokët në shkollë të shohin kështu si të fortin e klasës? Po, Po. Të kanë frikë? nuk kanë. Në rregull. Një vajzë? O, ne do jemi shok bashkë. Po. Ta mbrosh pimpi. Po. Atëherë, Pimbi, ti Enea se tash Pimbi, ja japi mikrofonin Niliferit. Nilifer, mund të ta bëj një pyetje? Forca. Do më thuash të lutem, cilat janë vlerat që ju fitoni nga ky sport? Çfarë fiton ti Nilifer nga ky sport? Përse të pëlqen kaq shumë që je regjistruar atje, që bëjnë taekwondo? Shohim drejt e kamerat, duken sytë e bukur. Sepse më pëlqen, Të më ngjasoj mua që të marr ripin e zi. Përse të pëlqen të vetë mbrohesh? të vendmbrohem. Po, të kesh Po një sa- trup të bukur. Po. Sa kohë ke ti që luan këtë sport? Sa kohë ke që merresh me taekwondo? Sa kohë ke? Ke muaj? Sa muaj ke Nilifer atje? Ke 2? 5? Nuk i kujtohet Niliferi, ndoshta do t'i kujtohet Ka pak shumë, më vonë. ndoshta edhe. Ja japi mikrofonin një bjondi të bukur me një emër të veçantë. Alp. Alp, si Alp. Alpet. Tamam, si Alpet. Alp të bëj një Bjond. pyetje? Po. E njëjta pyetje do jetë dhe për ty, që të marrim një përgjigje. Cilat janë vlerat kryesore që ti përfiton nga ky sport? Të mbrohem, Po. të Të mbash. Të kemi trup të bukur Po. dhe në formë. Tjetër? tjetër, Po mi, do të Cili është synimi jot? Kë shiri do që të mbash? Kë Kë brez do brez që të do. mbash? Më fal, jo shirit, brez. gjysmë të kuq. Gjysmë të do kuqe. të dohet ta kishe të ziun? Të zi unë Jo. kam vetëm unë. Jo, e kam dhe unë, ja Kush mund të më shikoje. thë, sa kohë duhet për të marrë brezin e zi? 5? Edhe 5 të tjera të duhen ty. Të lumt Brajla. Të lumt. Mirë, në rregull. Po sa janë E gjithsej? ke Alpi, e kemi synimin për të marrë brezin e zi? Po, Alpi Të kam dhe lumt. unë një pyetje, sa breza janë gjithsej? Dhe cilat 12. janë ato? 12. 12 paska breza. shumë. Paska shumë. Dhe mi i mirë është i ziu. Ja japi mikrofonin. Mej bukuroshja me flokët gërshet, shohim te kamera drejt Mej dhe më thuaj pak. Ju të tre, por edhe shokët këtu kanë, jo, djali ka gjysmë të bardhë, gjysmë të verdhë. Po. Të Keni gjithë ju brezin këtu e keni bardhë. ripin e bardhë dhe sapo keni nisur këtë rrugë të bukur të arteve marciale. Mej, përse të pëlqeu ty që hyre tek artet marciale? Çfarë të tërhoqe më shumë? Ose më saktë me je bëjmë pyetje ndryshe, të pëlqen të merresh me taekwondo? Po, Çfarë bën atje ti? Çfarë ju mëson profesori? Bëni ndeshje me njëri tjetrin? po, Ke mundur ndonjë shok ose shoqe? po.
Ka dhe shumë vajzat të tjera si të jeni ju, sepse unë jam shumë e kënaqur që jo vetëm ndjen, por dhe vajzat marrin pjesë. Mei, ka dhe vajzat të tjera besoj. Ti ke fituar ndonjë ndeshje trup me trup me ndonjë vajzë? Nuk e di. Nuk e di, dakord, mi se me është e jesh me vogël. vogla. Ja japim mikrofonin Amaris. Amaris me flokë të gjata dhe po ta shikoni pak me këtë veshje, Amari duket tamam si një aziatike, Si nga Korea. Po, duket shumë e bukur Amaris, i përshtatet kjo veshje dhe ti pareve të fytyrës të Amaris. Shumë e vërtetë. Amara, të bëj një pyetje? Po. A ke marrë pjesë në ndonjë garë? Po. Ke fituar? Doje ta kishe brezin e zi ose një brez më lartë? Po. Amara, sa muaj ke ti që merresh me këtë sport? Vite? Një vit. Një vit. Një Por vit i sa plot. vit duhet për të marrë gjysmë i bardhë dhe gjysmë të verdhë, siç e ka shoku juaj? Sa kohë duhet? Sa vite? Sa vite duhet? Një vit? Apo Po aq duhet të kesh edhe mimi sa shkatësi duhet apo jo? jesh? Po, aq Më tregoni mimi. pak sepse më bët vërtet shumë kurioze. Amaris, shohim drejt zemër tek kamera. Tjetër Amaris, çfarë fiton ti nga ky sport? Të vetë mbrohem, të mbaj trupin në formë. Shumë mirë. Ke dhe shoqe të tjera, ke zënë shoqe të tjera brenda këtij kursi që ju zhvilloni? Po. Cila është shoqja jote më e mirë? Brajla. Brajla, të lutem. Amara, Që ta të bëj kanë një të pyetje kanë tjetër? frikë ty? Ja, Po një pimbi, sekond. po fle pimbi? Jo, po nuk më ka lë radhë pumbi. Po hapra ja nuk do ta bëj pimbi, Ja do ta kam një bëj pimbi. pyetje. Amara, të shoqe të kanë frikë ty në klasë? Jo. E po se A ta bëj unë një pyetje? E Po, Forte, forca pimbi. Atëre, unë kam parë disa filma ku tregon që një mësues i mëson të godasin fëmijët e tjerë, një mësues i mëson si të mbrohen. Ju Po për çfarë këtë është ky praktikoni? sport. Çfarë ju Me çfarë mëson? ju mëson profesori juve? Praktikoni profesori? mbrojtjen apo sulmin? Të dyja. Të dy, ja. Mbrojtje dhe sulmi në Po të ty njëjtën kush të kohë. pëlqen më shumë, mbrojtja Jo, apo mbrojtja dhe sulmi? sulmi janë në program. Po puna është përse e përdorën ti? E përdor për të grindur si pumbi me mua apo e përdor për të mbrojtur veten kur Për të të mbrojtur. sulmon pumbi? Po Për të cilat mbrojtur pëlqen vetë. ty më shumë? Mbrojtja e vetes është kryesorja normal. Po. Ja japi mikrofonin shokut, ma thua edhe një emrin të lutem se harrov. Dean. Dean, të ta bëj një pyetje. Dian. Dian. Dean dhe Dian. Në Emra rregull. shumë të veçantë. Po, ka pumbi një pyetje për ty dashur. Çfarë mesazhi do ju japësh fëmijëve të tjerë që duan ta fillojnë këtë sport? Dian, shohim drejt tek Çfarë kamera. do ju thua shokëve të tuti, ose dhe të gjithë ata që po na ndjekin për të provuar këtë sport? Ti je i kënaqur nga ky sport? Po. Do t'ja u këshilloj edhe shokëve të tu? Po. Çfarë do t'ju thoje shokëve të tu? Që të vinë dhe ata me ty apo jo? Po. Sa kohë ke Dian që merresh me këtë sport? Një muaj. Ti je fillestar fare, domethënë sa po ke nisur, ke akoma rrugë të gjatë për të bërë përpara, besoj apo jo? Po. Po ndeshje ke zhvilluar? Në Po, konkurs. kam filluar. Ke Sa fituar? mirë, të lumë. O Jonida, kam Ke një fituar? pyetje. Po, Tani, në qoftë se unë ju them dhe shokëve të tjerë që të vinë të bëjnë kështu nga kjo viu, atëherë i bie që unë mos jemi i forti, mund të bëjnë ata më të fortë se mua. po Po, dëgjoj. normal. Derisa ke vënë atë ripin e zi tek Dhe ke brezi, vënë do kot. të thotë që duhet të jesh shumë i fortë. Por Atëherë unë e le të kuptoj- vinë, le të vinë. Unë e kuptoj që ti e ke vënë kot, se për shembull po dole me Brajlën në dy luftim, e sigurt që Brajla fiton, se ka ripin e kuq. Po dole me Deanin dhe me Enean, e sigurt. Do edhe me E fillestarët, por po me doli do Dianin, humbë. po dole në dy luftim, e sigurt që ti humbet. Jo, Po, se ora Lida. i kam shokun ata. Po, pra ma i ke Jonida, shok se bra. janë më të fortë. Po doli me mua. E sigurt që e mundën. Po, Di ku është i Miraj që ja u kalon të gjithëve ju? për Keni të bërë ngrënë mjalt. mjalt. E para për mjalt dhe e dyta keni bërë ndonjëherë kollotumba në mal, në po. mal kollotumba njëri pas tjetrit? Që të bini kështu, të rëzoni nga një... Me atë nuk Është i ka pari. shans në botë që ta fitoni. E Ka fiton ripin vetëm e zi Pimbi. për atë. Për atë ka ripin e zi. E sikani. E sigurt për atë ka ripin e zi. Ja japi mikrofonin dhe shokut tjetër, më trego, shohim drejt me sytë e bukur, më trego pak çfarë do të thot ITF. International Taekwondo International Taekwondo Federation. Federation. Në rregull. Shumë bukur. Ripi jot
është gjysmë i verdh, gjysmë i bardh. Pas kësaj ngjyre, kë rip merr me çfarë ngjyrë? Të kuqin? Brezin e verdh. Jo, e kemi e bardh me të verdh, e verdh. Edhe e verdha. E verdh, po e verdha pastaj me kë kombinohet? Gjysëm jeshil. Gjysmë jeshil. Jeshilja me kë kombinohet? Gjysëm blu. Gjysmë blu. Po bluja i bie me të Bluja më pas kuqen. kombinohet? Me të kuqen. Me Me të të kuqe. kuqen. E kuqja me kë kombinohet? Me të zi. E mo t'i zdo dhe shumë normale që do t'a fitosh edhe ripin e zi, apo jo? Do bësh dhe ti si unë. Do bësh dhe ti si pimbi dhe si pumbi. Të lutem, më trego pak sa kohë ke që merresh me artet marciale dhe pse e ke zgjedhur këtë si sport? 1 vit. Çfarë të ka tërhequr? Çfarë ka Vetë një gjë mbrojtja. Mbrojtja. Po mirë, mund t'i japim një mesazh të gjithë shokëve për të luajtur këtë sport? Çfarë mund t'ju themi shokëve, të cilët po na shohin në këto momente dhe ndoshta po shohin fëmijët më të veçantë dhe nesër pas nesër më të fortë, ata që din ta përdorin më së miri vetë mbrojtjen e tyre, por dhe dy luftimin, të cilin uroj të mos e përdorni kur, por e rëndësishme është ju të dini ta praktikoni dhe të jeni të kujdesshëm për veten tuaj. Po. Dajl të pyes pak, cila është ëndra jote në lidhje me artet marciale? Që të bëhem master. Të bëhesh master. Pra të marrësh ripin e zi. Ripin e zi dhe të bëhesh ndoshta edhe Me trajner lart. apo jo? Po. Të Do të lumë. doje të bëje profesor, ti ishe një profesor për këto Po, pra, artet. trajner. Po. Të pëlqen, shumë. Ndonjëri nga ju ka dëshirë apo ndëron që ndoshta një ditë të shkoj, të vizitoj vendet ku vërtet janë zhvilluar artet Në Kore, marciale, për shembull. atë që tha Pumbi 20 shekuj para, ke shumë dëshirë apo jo? Po ti Po kur Kung të Fu shkosh do ishe Pandën, kush e ka përgatitur. parë? Kung Fu Wow, Panda, unë e e keni kam parë parë. Kung Fu Panda? Është shoku keni ynë i parë? pyllit. A është shoku i tyre? A keni ju parë? mbron besoj. E keni parë se sa bukur lufton ai? Edhe pse Mbro ishte Pimbi, pak, se unë vetë mbrohem. edhe pse ishte pak qullar si Pimbi në fillim, në fund u bë një profesionist apo jo? Si unë u bë në fund. Po, Nga u ripi bë si bardh Pumbi. kalojnë në ripin e Ngaroj zi. në ripin e zi. Shumë mirë. Atëherë diçka tjetër që ke dëshirë të më thuash për këtë sport? Jo. Jo, në rregull. Jemi rikthyer përsëri pas kësaj hapësire të shkurtër publicitare përsëri në RTS Korça në emisionin Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël. Ne tham që këta janë ekselent në artet marciale, ndaj do të shohim performancat e tyre, secili ka zgjedhur nga një shok për të treguar aftësitë e tyre. E nisi me Enean dhe Deonin. Dy djemtë që kanë kanë të një rip njëjtin në rip. të njëjtë. Forca, bëjmë performancën tuaj. Blum me të kuq. Blum me të kuq. U përshëndet. Okej, Jeri, forca, faleminderit. jebi. Bravo, i Bravo, shoqëroj bravo. shokun Eduard Trokitje. Brajla, me këtë do të bësh performimin tënd? Me Me çau me. me, forca. Ka turp me. Okej, Brajla, zgjidhim një shok ose shoqe tjetër. Forca zemër, shpejt. Bëjmë performancën tuaj. Mos harrojmë përshëndetjen, ë? Okej, si Përshëndetje përshëndeteni me ju? me Bravo, grusht. me grusht. Bravo vajza! Të lumt, të lumt. Edhe njerë, bravo, bëni përshëndetjen tuaj, ju lumt. Ju lumt. Bravo, radha e Me këtë do të bësh ti Niluferi dhe bukurosha. Alpit. Alpi, këto zgjedhësh? Forca, çau. Kalojmë atje përpara, bëjmë përshëndetjen, një performancë të shkurtër dhe Fillojmë. fillojmë. Oh, Pimbit i dhembi, pimbit. out. Bravo. Bravo. Shumë bukur. Jo lumt, shko sa bukur e bëjnë sparkadën shumë, këta i hapin kamat kështu. Janë Bravo, mësuar tashmë. profesor Doriani ka stërvitur më së Bravo. miri. Bravo, faleminderit. Të Bëjmë lumt. përshëndetjen e për O, publikun që Jonita, po e sheh. po unë me Pimbin, kur e O, ke, Jonita. kur e kam Ju- performancën. Në fund. Mua më dhem kemba pa ja tregoja. Ja, e shikoni justifikimin, Po, shikoj ja, që ai jo, zi. po. Nilufer, Nuk do të di. vazhdojmë? Më Kote hyrë ka një ripin qen. e zi. Po, Niluferi dhe Diani. Diani. Dian, dalim atje përpara. Bëjmë përshëndetje dhe Me i fillojmë. kishte pak turp, me i do të performosh apo jo?
Jo, në rregull. Nuk kemi të shish. Përshëndetje, pra përshëndetje, më tregoni pak. Emir, hajde në fund. Jo aq fort, jo aq fort. Bravo. E nisën me shumë. Opa, Atëherë përshëndetemi dhe publikun që po na shohin në këto momente. Pimbi e shikon. Përshëndetemi kështu. Bravo. Tani kthehemi bëjmë një përshëndetje nga publiku të gjithë apo jo? Haj. Në ulemi kështu apo jo? Bravo, ju lumt. Nëse ulemi atëherë. Dikush nga ju ka dëshirë të bëjë një përshëndetje vjershë, çfarë keni përgatitur apo jo? Përshëndetje nuk doni të bëni? Kë doni të përshëndetje? Familjen, profesorin, shokët e klasës, mësuese, pimbin, pumbin. Kush do bëj përshëndetje? Nilifer do bësh përshëndetje? Haj bëjmë një përshëndetje. Enea do bëjmë një përshëndetje? Po, ja japim Eneas ta thyej atë heshtjen. Ndoshta ja pak të heshtur, sepse japin gjithë energjinë e tyre japin në taekwondo. Enea, forca. Unë përshëndet profesorin tim me taekwondo që na ka stërvitur aq shumë, sa jemi shumë të mirë tani. Përshëndet dhe pimbin e pumin. Përshëndet dhe familjen time. Dhe një duar të okitje për profesorin. Bravo, japim edhe një profesorin, duar të okitje profesor Dorit. Tjetër, Deoni? Po, ja japim dhe Deonit mikrofonin. Në fillim do përshëndes familjen time që ma tregoj këtë sport, më pas përshëndes profesorin që më ka stërvitur dhe më ka bërë një bishë. Një bishë. Pra kështu të thot profesorit tim, je një bishë. Përshëndes dhe pimbin dhe pumbin që që më ftua në këtë emision. Ju premton një duel atyre të dyve pas emisionit? Po. Në rregull. Me kë jeti, do më hen të bëhen dy. Njeri me pumbin dhe njeri me pimbin. Kush do ndeshet me pimbin? Me pimbin kush do ndeshet? Kush do jetë kokë me kokë? 1, 2, 3 janë me pimbin ka, me pumbin kush do ndeshet? Oj, ka më të fortë. Sa shumë. Plot. Në rregull atëherë, ne kemi hapësirën e bukur dedikuar të gjithë fëmijëve të cilët i adhurojnë prallat dhe ku më bukur se sa me interpretimin e mrekullueshëm të Dezemona Mehmetit, ne do të ndjekim prallën e radhës nga një prej shkrimtarëve më të njohur për fëmijë, Odisej Grillos. E ndjekim dhe rikthehemi këtu. Mirë se ju gjeta. E shikoni sa shpejt vjen e shtuna? Apo më duket mua? Vjen shpejt. Sepse unë me zje pres takimin me ju. Atere pa humbur kohë, po fillojmë të tregojmë prallën. Sot prallëza jonë titullohet Kur bënim Lara Dasha. Na ishim njëherë 2 pëllumba. Njëri ishte i bardhë si bora, tjetri Lara si pylli në vjesht. Pëllumbit të bardhi thoshin bardhosh, pëllumbit Lara i thërisnin larosh. Bardhoshi dhe laroshi luanin bashk, mbi pullancin e një kasolleje. Banin Lara Dasha duke guitur e duke qukitur njëri tjetrin. Pasaj ngrieshin lart në ajër, përplasnin krahët fort dhe fluturonin. Një dit ishin duke bërë Lara Dasha në pullazin prej kashtet të kasolles, kur mbi 2 shokët raskifteri, se si shpëtuan nga kretrat e tij, as vet nuk e tregonin dot. U ngritën pingull të qiellit, rahën krahët fort dhe njeri u drejtua majtas, tjetri u drejtua djathtas. Skifteri e ndoqi nga pas bardhoshin dhe sa më tepër i afroi, aq më shumë i hapte kthetrat dhe sqepin që i kishte më të fort e të kthyer si thonjte maçokut. Bardhoshi fluturoi sa mundi, më në fund i mblodhi të gjitha fuqit që i kishin mbetur, çau përpara, duke bërë një rrotullim mbi çatin prej kashte. Skifteri e shtoi dhe më shumë shpejtësinë. Bardhoshi ishte lodhur dhe e ndjeu se Skifteri ju afrua shumë edhe për pak do ta mbërthente me kthetrat e tmerrshme. Mbylli syt, uli krahët dhe bëri pak më tej. Hija e Skifterit e mbuloi të tërin. Më erdhi fundi, mendoi me vete. Por, në atë çast, pa laroshin.
Po këtë qëto këtu, tha me vete, më dashka shumë, derisa po rizikon dhe veten. Ullu poshtë dhe qlodhu, i tha Laroshi shokut me gjune pëllumbave, se tani Skifteri do më ndjek mua. Dhe me të vërtet, ashtu ndodhi. Skifteri u hutua një qast, pastaj e mblodhi veten dhe u tur drejt Laroshit. Por pëllumbi Lara ishte i qetë, i freskët dhe Skifteri nuk e arrinte dot. Bardhoshi, ndërkohë unë mbi pullazin prej kashte. Shikon të rathët që bënte Laroshi me Skifterin, mbushe me frym e po çlodhej. Laroshi fluturo e Skifteri ndiq nga mbrapa. Erdhi një qast që dhe Laroshi u lodh dhe Skifteri ju afrua shumë, por Bardhoshi u ngrit në qiell si shigjet, e Skifteri ju tur Bardhoshit. E la Laroshin, ik Bardhoshi e ndiq Skifteri. Laroshi zbriti mbi pullazin prej kashte, e ndërkohë që çlodhej, ndiqte i shqetësuar shokun e tij. Kur e kuptoi se Bardhoshi u lodh, Laroshi u ngrit fluturimthi dhe i doli Skifterit përpara. Kështu vepruan të dy pëllumbat një coper. Fluturo njëri e pusho tjetri. Fluturo njëri e pusho tjetri. Skifteri, që nuk ishte pushuar fare, ishte lodhur e ishte këputur e mezi qëndronte në ajër. Kur mori kthesën e fundit, në zemër ndjeu një të pickuar të fortë. Krahët po i uleshin nga qasti në qast, fryma po i mbaje dhe për brënda diçka u këput. Fuqit e lanë fare, syt i u mbyllën dhe të dy pëllumbat pan se si ajira drejte në rezervuarin aty pranë, me krahët hapur e me barkun e kthyer nga dielli. Bardhoshi dhe Laroshi ulën përsëri mbi pullazin prej kashte të kasollës dhe pasi pushuan pak, u përqafuan të dy dhe u ngritën prap fluturimthi. Filluan të luanin me njëri tjetrin dhe të bënin Lara Dasha. Besoj se ju pëlqeu kjo prallëza. Duhet ta ndihmojmë shokun në nevojë. Kur ka nevojë për ne duhet t'i japim ndihmën e parë. Ndihmojeni shokun, mos e lini kurrë në baltë. Kështu forcohet më tepër miqësia. Duheni dhe ndihmojeni. Mirupafshim dhe për sot. Besoj se prallëza ju ka pëlqyer. Nxirrni mësime prej saj. Mirupafshim të shtunën tjetër. Shumë faleminderit Nëna Mona për prallën tënde të bukur dhe të mrekullueshme si gjithmonë. Unë dua t'ju falenderoj të gjithëve që ishit pjesë e emisionit Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël edhe për këtë të shtunë të një datës 21 shkurt. Ne u takohemi javën e ardhshme me një tjetër grup, po nga artet marciale me profesor Dorian Potkën. Profesor, faleminderit që plot kënaqësi solle nxënësit e tu në studion ton të vogël, e cila u kthye në një arenë të taekwondo për pak minuta dhe ishte shumë bukur. Faleminderit Tea, faleminderit të gjithë fëmijëve. Pimbi Pumbi, faleminderit që ishit me ne dhe dua të falenderoj, dhe nuk mund të harroj asnjëherë, faleminderit për veshjen time butik Natalia e Ailinana, të cilën e gjeni tek Bulevard Republika. Gjithashtu mund të ta ndiqni edhe në rrjetet sociale. Unë ju falenderoj edhe njëherë dhe ju le takim javën e ardhshme, por kësaj radhe ne me Tean do të largohemi dhe përshëndetjen do ta bëjnë këta fëmijë. Ecim pak më tutje ne, japim një përshëndetje prej taekwondoit të vërtet. Dalim përpara. Hajde edhe një përpara ti. Shpejt. Shpejt, Diani. Kur të them unë 3, do ta bëni atë atyri.
grushtin tuaj të bukur, drejtuar të gjithë fëmijëve të cilët po na shohin në këto momente. Ashtu, hajde më këtej dhe Alpi. 1, 2, 3. Miru pafshim të shtunën e ardhshme.